Shqipëria u ndal përsëri mbrëmjen e dieshme në barazim, por kësaj radhe me Letonin në transfer. Djemt tan nuk shkuan më shumë se një barazim me rezultatin 1-1 në Riga. Vlen për tu përmendur mos ekzistenca e Yasir Hasanit në 2 takimet e fundit, i cili nuk zhvilloi asnjë minutë në fushën e lojës. Pas përfundimit të takimit të dieshëm, sulmuesi i Guangzhou ka bërë një postim në rrjetet sociale. Hasani ka publikuar 2 fotografi teksa po kryente nxehjen ditën e dieshme me një simbol shqiponje dhe të flamurit shqiptar. Edhe pse u zgjodh të qëndronte në stol nga Silvino, sulmuesi 30 vjeçar e ka shprehur hapur patriotizmin e tij. Shqipëria nuk ja ka dalë të marrë më shumë se 1 pikë në transfertë në Riga të Letonisë përballë vendasve për ndeshjen e 4 të grupit K për kualifikueset e botrorit 2026. Gjezint kanë mbyllur sfidën me shifrat 1-1 me një paraqitje zhgënjyese ku duk shumë pak nga grinta që kishin shfaqur pak ditë më parë në Tiranë ndaj Serbisë. Ndeshja filloi me drejtërima për një penallti të fituar nga vendasit, por për fat Strakosha gjeti krahun e duhur dhe e neutralizoi. Ndërkohë fati ndihmoi kuqezint pak më vonë të gjenin në rrjetën me një autogol të kapitenit të vendasve, por para fundit të pjesës së parë ishte përsëri kapiteni ai i cili tundi rrjetën, këtë herë duke mposhtur Strakoshën për të barazuar rezultatin. Ndërkaq në pjesën e dytë Shqipëria mbajti më shumë topin, por nuk gjeti momentin e duhur për të rrezikuar ashtu siç duhet portën vendase, me sulmin që duke i izoluar apo larg katërkëndorit vendas. Kështu sfida u mbyll me shifrat 1-1 që vështirësojnë dhe më shumë rrugtimin e Shqipërisë në ëndrrën e botrorit 2026.